Kërkoi në internet të vriste maman zbarë dëshmia në nësë djalit që vrau motrën e bëri për tu hakmarë ndaj meje. Në një intervist, gazetarja Alba Kepi dhe avokatja Anila Halili trajtuan një ngjarje tragjike që ka ndodhur në Napoli, Itali, ku një vrau vrau motrën e tij. Ngjarja e rëndë ka tronditur opinionin publik pasi vllai vrau motrën dhe më pas mori në kamer maman e tij dhe i tregoi vajzën të mbuluar në gjak. Gjithashtu, më pas ka telefonuar policin për të rrëfyer krimin. Në dëshminë e nënës, ajo tregoi se djali kishte probleme psikologjike dhe kishte ushtruar dhunë ndaj saj dhe motrës, duke kërkuar shpesh ndihmë për trajtimin e tij. Sipas saj, ngjarja mund të ishte parandaluar nëse autoritetet do të kishin reaguar më shpejt. Sociologët dhe ekspertët e diskutojnë këtë ngjarje si pjesë të një fenomeni më të gjerë të dhunës mes të rinjve, që lidhet me ndryshimet shoqërore dhe teknologjinë në qytetet si Napoli, ku dhuna është një problem i thellë social. Avokatja theksoi se djali rrezikon deri në burgim të përjetshëm, por nëse vërtetohet se ka probleme mendore, masa mund të zbutet. Gjithashtu e shtoi se tezja e viktimës ka rrëfyer se mbesa e saj kishte kërkuar të largohej nga banesa pasi ndihej e kërcënuar nga i vllai. Në dëshminë e nënës, ajo tha se djali ishte i dhunshëm dhe shkaktonte dhunë në familje. Ajo ishte nënë e 2 fëmijëve pa bashkëshortë dhe tregonte histori të dhunshme dhe problematike brenda familjes. Djali kishte probleme psikologjike dhe vajza kishte vonesë mendore. Fjalët e para të nënës ishin se ajo kërkonte drejtësi sepse nuk ishte dëgjuar nga autoritetet. Ajo tha se kishte kërkuar ndihmë për djalin dhe ngjarja tragjike mund të ishte evituar nëse do të ishte marrë ndihma e duhur. Ajo e përshkroi aktin si mizor pasi djali kishte bërë një video thirrje nënës duke i treguar vajzën dhe duke i thënë se e kishte vrarë. Djali mori policin dhe i tha se ishte ai autori vrasjes së motrës, çka tregon gjendjen e tij të rënduar psikologjike. Ky rast ka ndodhur në një kontekst ku dhuna mes të rinjve është një fenomen problematik në Itali, siç e shpjegojnë sociologët, dhe lidhet me ndryshimet shoqërore, teknologjike apo dhe faktorë të tjerë. Napoli, një qytet i madh, ka problematika të thella sociale me një numër të lartë të rinj që braktisin shkollën dhe futen në rrugë të paligjshme. Kjo ngjarje e rëndë pasqyrohet drejt për drejt në pasojat e këtij fenomeni.